gratë, rriturit, fëmijët, me fel ka distancime të tilla? Ankthi social janë tre faktorë që ndikojnë tek ankthi social, ato psikologjik, ato biologjik dhe ato ambiental. Fëmijët që nga mosha 7-8 vjeçë mund të preken nga ankthi social. Adoleshentët kanë një prirje shumë më të madhe se sa fëmijët për të prekur nga ankthi social. Përmendim këtu një karakteristikë të adoleshentëve të egocentrizmin adoleshentëve me anë të audiencës imagjinare. Adoleshenti e shet gjithmonë veten sipër një podiumi që është duke performuar dhe sigurisht mendimi i tjetrit është shumë i rëndësishëm. Por gjithsesi adultët, personat në moshë adulte janë ato më të prirur për të prekur nga ankthi social. Nëse do bëjmë një diferencë gjinore, janë femrat ato që janë më të prekura nga ankthi social. Ka studime të cilat mendojnë që nuk janë thjesht më të prekura, por janë ato që e shprehin më tepër, por gjithsesi statistikat anojnë tek femrat. Kur është momenti i alarmit? Që ne nuk mund të vazhdojmë të përjetojmë ankthi social të shtuar hera herës, po duhet të kërkojmë ndihmë, të përballemi me të, edhe çfarë ndihme duhet kërkojmë, ku duhet të orientohemi për ta kapërcyer. Momenti i alarmit është kur ne e gjejmë veten përpara situatave dhe përtej ankthit të brendshëm që ne ndjejmë, ato simptomat që ne përmendëm, ne evitojmë, ne nuk bëjmë gjërat dhe kjo ne mund na çojë në mos ngritje në detyrë, marrje notave të këqija në shkollë. Në momente që ne e shohim veten që evitojmë, atëherë ky është kampana e alarmit, sepse evitimi ka një të sjell në afat shkurtër një ndjesi pozitive, por afat gjatë na bën ne që të futemi tek rreti vicioz, sepse nëse unë evitoj edhe ndihem mirë, do të evitoj gjithmonë e më shumë situata të gjashme. Dhe duhet të kërkojmë ndihmë ku? Tek një specialist i shëndetit mendor. Psikoterapisti, psikologu klinik janë personat që merren me çrregullimin e ankthit social, i cili është brenda çrregullimit të ankthit. Është një çrregullim i cili është lehtësisht i menaxhueshëm në kontekstin terapeutik dhe individi realisht do të vëre përmirësim që nga seancat e para. Mund të themi diçka në kontekstin shqiptar? Jam e bindur që ankthi social mund të prekë qytetarë të gjithë globit, po duke dalluar ndoshta shoqërinë shqiptare, a dallon një qytetar të vendit tonë ankthi social krahasimisht me një qytetar evropian apo të një kontinenti tjetër? Në fakt nuk është se dallon shqiptari nga dikush tjetër, por ka disa diferenca kulturore, por më tepër jo në simptomat e shfaqjes, por me ato që ne konsiderojmë ankth social apo jo. Sepse janë disa dhe ankthi social mund ta ndajmë, mund ta kategorizojmë ndryshe, shfaqet ankthi social qoftë në simptomat të cilat manifeston, qoftë në numrin e individëve që preken nga ankthi social, në shoqëritë kolektiviste dhe ato individualiste. Vjetre që në shoqëritë individualiste perëndimore ka një përqindje më të madhe të personave të popullatës së përgjithshme që preken, dhe kjo arrin nga 7 deri në 13% të prekur. Nuk ka studime të mirëfillta në Shqipëri, dhe ne do t'i lidhim me ato 3 faktorët që përmendëm. Ka një prevalencë shumë të madhe, për shembull, për individët që kanë vetvlerësim të ulët që të preken nga ankthi social. Sa më i ulët jetë vetvlerësimi jon, aq më tepër jemi ne të ndjeshëm ndaj gjykimit të tjetrit. Gjithsesi, kam bindjen që ndryshojmë në breza. Le të themi që fëmijët e ditëve tona janë më të hapur. Se sa jemi rritur ne, po. Dhe kjo është një shenjë pozitive? Kjo është një shenjë pozitive, sepse fëmijët e sotëm rriten me atë modelin modern të prindërimit, le të themi, që fëmijët mësohen të jenë më eksplorues, ne i mësojmë të jenë më eksplorues, dhe sa më eksplorues të jetë, aq më mirë, aq më të shëndetshëm e kryejnë identitetin ato, aq më vetvlerësim të lartë kanë, dhe kjo sjell një ulje të ankthit, të prekjes nga çrregullimi i ankthit social. Unë të falenderoj shumë që ndave me ne një koncept pak të ditur, pak të njohur, dhe që rezervove dhe kohën. Faleminderit. Falenderoj unë.
Scrivet cu da fefat feakebaf neneust. Bre, azuref fajafuxas besadin contentes, esguinib cuadroca. Thank you. Para este niño cualquiera pero no lo es Enzo, un que se supone que puede ser youtuber uruguayo y controlar a su antojo con el curpiver dibujos animados con el diario Yavapos y de ceremonia Indonesia. Se pueden dar necesitas verificar un P4 auto de seguimiento con láser curpiver detenido y nombrado sacar el actor del foro realizar 5 contenidos vetados en la noche. Según el curpiver con los cerebros. La opinión prima sobre la que se trata toda una organización que para la sigla AKCI intenta obtener intereses de todo lo que nos parte de frente. Thank you for traveling with Ararora. Feedback. Volemos. Triarso nel litrio, neorioat virtuarie ordine airlines da itrovira nepritpa, maritois de coilbookia eibotrion, neix sobremtoi hus obdrubit paoeanete que vistas, guacta, sportive, concertimas, netiros daigrdena www.lalitriotravel.com. Ne virtuarib diasoturinejik pator neirt catreitringait bactioarjik gora grtaro arne visa not require divisa requiret. Ne website ogriaotans de www.lalitriotravel.com. Viva direo Baltara. Më mirëvonë se sa kur. Kështu që femra e ka veshur me një lloj mirësie pak më tepër. Unë nuk jam nga natyra feministe as pak. Nuk më pëlqen të luftoj për të drejtat e grave sepse i konsideroj të drejtat të mirëqëna, pra i marr të mirëqëna, burrin dhe gruan e shoh në standarde të barabarta. Dhe nuk besoj se ka nevojë për një luftë. Pra gruaja e merr atë që do në momentin që do, gjithmonë. Ka vullnetin. Ajo që mua në fakt më ka shqetësuar ose më saktë më ka bërë të reflektoj është mënyra se si trajtohet femra, pra si është trajtuar në mentalitetin tonë. Nga këtu pastaj mund të nis mënyra se si ajo ka evoluar emancipimi i saj dhe se si jemi në ditët e sotme. Para se të takoheshim bashkë, po lexoja fatkeqësisht një lajm të hidhur që një vajzë 28 vjeçare ishte goditur me thik nga bashkëshorti i saj. Normalisht nuk mund të lihet pa përmendur ky detaj, do të thotë që femra ka nevojë për kujdesin brenda familjes mbi të gjitha. Ajo brishtësia që ne i themi nuk është brishtësi në vendimarrje, është brishtësi në natyrën e saj që është plotësisht emocionale dhe ka nevojë të vishet me dashurim. Këtë dashuri duhet ta gjejë që tek familja, pra burimi duhet të jetë familja, duhet të jetë njeriu që kanë krah, që ka marrë përsipër ta mbështesë edhe të shkojë një jetë me të. Ajo që unë vëre dhe që më shqetëson aktualisht në ditët e sotme, është një realitet shumë i hidhur që shikoj. Pra duket sikur jetojmë në një botë virtuale, ku përtej kamerave gjithçka duket e bukur me drita, edhe kjo ka bërë edhe familjen të trondis pak themelet. Do të thotë, shikoj shumë komente meshkuj, burrash të madhuar në moshë, të cilët shkruajnë, komentojnë tek femra të ndryshme në profilet e tyre, i shprehin gjithë ato komplimentet, por ka një dozë erotizmi, që do të thotë se e shikojnë atë bukurinë ose e kërkojnë, e shikojnë perfeksionin përtej ekranit, ndërkohë që duhet ta shikojnë tek dera e shtëpisë. Pra, hyr brenda sot në shtëpi, mbasi vjen nga puna, harroje lodhjen tënde dhe mendo për lodhjen që ka bashkëshortja ndërsa po të pret aty tek dera.
hiqja përparsen, hiqja thikën pirunin çfarë ka në duar, enët e kuzhinës, lejoje që të jetë e bukur dhe tregoja se sa vlerë ka për ty. Dhe do e shikosh pastaj se si do të rrëzëllij ajo prej bukurisë dhe do e shikosh se nuk do të mahnitesh nga asnjë femër që është përtej ekranit, por do besosh se ajo grua që ke në krah është më e bukura në botë. Kështu që kështu ka për të ndodhur në qoftë se i jep vlerë, pra i jep vlerë bashkëshortes. Dhe ajo grua do të rilind. Unë jam shumë e sigurt për këtë që ajo do të marrë frenat e jetës në dorë me më tepër siguri, nëse ka në krah një njerëz që e mbështet dhe e motivon, i tregon se sa shumë vlen. Për këtë kemi nevojë, pastaj pushtojmë botën. Pra femra pushton botën nëse ka një dorë të ngrohtë që i rri bisup. Ndërsa unë do të thosha diçka dhe në fakt për këtë jam shumë e ndërgjegjshme. Një femër që merr përsipër të bëhet nën ka marrë vendimarrjen më të madhe në jetë. Pra ka hedhur një hap aq të sigurt sa që i jep një rol në shoqëri që është i pazëvendësueshëm. Një nën e cila ka marrë përsipër të edukojë një fëmijë dhe ta çojë përpara në jetë, ka vënë investimin më të madh në jetë. Dhe kur është aftë që të menaxhojë këtë marrëdhënie, kur është aftë që të rrisë një fëmijë dhe ta bëjë të gatshëm për të dalë në shoqëri, për të qenë një njerëz aktiv, atëherë ajo nuk mund të flasim më për emancipim. Ajo ka emancipuar gjithë shoqërinë, i ka treguar kufijtë e vërtet botës. Në fakt historia ndër dekada na ka sjell panorama të grave të suksesshme të ndryshme, sikundër ka histori jo të suksesshme apo histori dhe drama sociale, ka dhe histori suksesi. Cila është panorama që ne shohim sot për te kamerave në përditshmëri? Unë do të thosha diçka, shikoj që ka shpesh kritika, për shembull se ne fokusohemi shumë në jetën publike të gruas dhe jetën publike e dominon gjithmonë politika. Dhe shikojmë femrat të cilat janë në politikë dhe ka shpesh kritika, u mashkullizua, u burrërua, duhet të jetë më e brisht, më delikate. Unë besoj se është diçka tjetër. Ervin Goffman thoshte që njeriu përdor një maskë, pra jeta e përditshme si një teatër ku ty të duhet her pas herë të përshtatesh në rolet e tua. Pra një femër nuk është një lloj në raportin me bashkëshortin që është gruaja e tij, në raport me fëmijët që është nëna, në raport me shoqërinë që është një mike, në raport me profesionalizmin e saj që është një profesioniste. Pra sa ti duhet të përdor në thonjza, sepse nuk dua ta përdor në burim të negativ këtë fjalë, i duhet të vendos një maskë. Pra është një maskë që secili prej nesh e ka në raport me tjetrin kur jemi pjesë e një shoqërie. Kështu që mua nuk më shqetëson fakti që femra shikohet sikur nëse jepet një rol aktiv, po burrohet. Jo, s'është e thënë. Pra femra është e suksesshme, kur është e suksesshme, ajo e pasqyron realitetin me të cilën ka marrë pjesë. Pra nëse në politika jonë është e dhunshme, ajo pasqyron atë realitet, por nuk do të thotë që ka ndryshuar thelbi i saj. Ka ndryshuar maska që ajo ka vendosur për t'u përshtatur profilit, atij profesioni, që do të thotë se i duhet të gjejë një balancë për veten. Kështu që ajo që unë vëre është ka goxha më tepër femra të cilat janë të suksesshme, duke nisur që nga auditoret. Pra që nga auditore, numrin më të lartë të studentëve dhe të studentëve të ekselencës e zën pikërisht femrat. Janë vajzat ato të cilat janë më aktive, më produktive në fund dhe më të vullnetshme. Që do të thotë pastaj se edhe vendet e punës nivele shumë të larta drejtuese aktualisht sot pjesa më e madhe e administratës publike në nivelin e lartë drejtues janë pozicione të cilat drejtohen nga femrat. Nuk di të them, pra nuk dua të them që e kanë bërë gratë më mirë punën se sa mund ta bënin meshkujt. Ajo që dua, domethënë, të evidentoj duke qenë se kam qenë vetë në nivele të tilla, do të thotë që ka më shumë ndjeshmëri e para dhe më tepër vullnet për ta çuar punën. Pra një femër stepet shumë. Në qoftë se i duhet të mendoj stepet përpara korrupsionit, stepet përpara një dore që i vjen e fuqishme nga pas. Pra ruan integritetin disa dekada kur femra përkufizohej si një tepritës më tepër në shtëpi, e cila ka qëllimin thjesht të mbashtrohet, pra të shtojë numrin e popullatës, të kalosh nga ky perceptiv në një tjetër realitet kur femra ka të gjithë të drejtat, pra gëzon të gjithë të drejtat e barabarta dhe ka
po kaq detyrime në shoqëri, ka po kaq angazhime sa pjesa maskullore është shumë, domethënë është një kapërcitje shumë e dukshme, vjet re, shumë lehtë. Kështu që unë uroj që ardhmja të jetë edhe më e bukur, pra edhe më frymëzuese. Jo duke qenë feministe, nuk më pëlqen kjo fjalë, më lën një shije shumë të hidhur në kuptimin që brenda mentalitetit ton i bie që ne ta pranojmë që kemi një dobësi dhe pastaj po e kërkojmë këtë të drejtë. Jo, unë e marr të mirëqenë që e drejta është, kështu që femrat duhet të luftojnë me veten. Pra, tani që kanë luftuar me realitetin dhe kanë fituar atë realitet, tani duhet të luftojnë me veten për të qenë të pavarura. Ndoshta dobësia më e madhe që i shoh femrave shqiptare është pavarësia. Kërkojnë gjithmonë të kenë një krah, kërkojnë gjithmonë të kenë një supë. Ndonjëherë